Ky emision përmban vendosje të produkteve. Miq të nderuar, përshëndetje. Jeni edhe me një të diel, jemi bashkë në Majë të Gjuhës dhe unë sot jam bashkë me një person shumë të veçantë për mua. Një person që më ka bërë kjo që jam, një person që më ka lindë, më ka rritë, më ka eduku dhe një person që më rrin ende mbi kokë se si vishem, çka flas, çka ha, çka bëj, tër kohën ndonjëherë edhe më shkon në nerva, ndonjëherë i miratoj të gjitha ato që thot, e shumë natyrisht e dua për shkak se ajo është nëna ime. Dhe nuk e kam ftuar në emision për shkak se është nëna ime, por e kam ftuar për shkak se është një personalitet publik në Kosovë. Ka kontribuar shumë për edukimin e vajzave në Kosovë, ka kontribuar shumë në aktivitetet e saja si partijake ashtu edhe jashtë partijake, ka kontribuar në rrjetin e grave të Kosovës, prandaj edhe kemi ftuar këtu. Mirë, po fillimisht është radha t'i them mirë se erdhe në emisionin tim. Mirë se të gjeta ma shtrenjta jemi jetë. Ta shofe ma jam ma shtrenjta, se e ka dhe një djallë ato e donë ma shumë se mu, po s'ka lidhje. Kështu që po busqesh, kishe që ashtu është. Do të shkoj atë një dokumentar i punuar në vitin 2013 nga nipi i nënës, nga Ledri Vula, për nënën dhe babain tim me rastin e marrjes së medales presidenciale nga presidentja Atifete Jahjaga. Dokumentari flet për nënën dhe babain, për çiftin Vuçinca, prandaj dua ta transmetoj që të mos i mes pare borç babait tim, i cili ka qenë bashkëudhëtar dhe bashkëpunëtori më i ngushtë i nënës në punët e saja. Gjyshja jam u lind në Ulqin 1935, si vajza e tretë e Hodo Beg Ulqinit. Në vitin 1947 e kreu progjimnazi në Tiranë. Një vit më vonë e kthehet në Ulqin pasi që në Tiranë arrestohet i ati Hodo Beg Ulqini dhe i dorëzohet qeverisë malazeze. Babës në atë kohë qeveria e Shqipnisë dhe Malit Zi çashtu i kishin tripat. Për shkak të veprimtarisë së tij patriotike, Hodo Beg Ulqini pushkatohet në vitin 1948 në Podgoricë, duke e lënë gjyshën teme 13 vjeç. Në moshën 14 vjeçare regjistrohet në Normalen e Gjakovës për të diplomuar në Prishtinë në vitin 1954 dhe po këtë vit emërohet mësuese në fshatin Ostros, që garan shumica për juve që po shikoni këtë dokumentar as nuk e dini ku i vjen. Ostros është fshat në kraj në komunën e Ulqinit. Në vitin 1955 gjyshja ime nxori letërnjoftimin e parë në Ulqin, pa prapashtesën Viç, duke kërkuar kështu të drejtën e vet elementare, atë të emrit dhe të përkatësisë kombëtare. Unë jam shqiptare Malit Zi, nuk jam malazeze dhe nuk jam Ali Begović, por Ali Begaj. Gjyshja jam hala e ruan letërnjoftimin e vet. Gjyshi im u lind në një familje zanatlish në vitin 1934. Progjimnazin e përfundon 1949 dhe 15 vjeç bëhet mësues. Nuk ka qenë gjeni, por atëherë kishte shumë pak mësues, dhe çdo kuadër i shkolluar nevojitej që të shkollonte të tjerët. Një vit më vonë themelon shkollën me 2 paralelen në fshatin Nevolan të komunës së Vushtrisë. Në vitin 1951 fillon studimet në Normalen e Gjakovës për të përfunduar ato në Prishtinë në vitin 1954. Vazhdon të punojë si mësues në qytet. Punon paradite dhe pasdite. Edhe ai është dashur t'u mësonte fëmijëve lëndën e fizikës, të bënte fiskulturë me ta, të vizatonte dhe pos këtyre 3 lëndëve edhe t'i mbante orët e klasës së parë, sepse atëherë nuk kishte mjaft mësues. Në vitin 1954 formon klubin e handbollit. Sjell në Vushtri edhe basketbollin edhe pingpongun. Edhe topat e parë të handbollit dhe basketbollit dhe tavolinën e parë të pingpongut i ka pru vetë në Vushtri. Në për këtë kohë fillon të merret edhe me aktrim, por si duket aktrimi nuk i ka shkuar aq mirë, saqë aktroi dhe më në fund u desh ta isnin qafe duke emëruar kryetar të shoqërisë kulturore Rashid Deda. Përndryshe,
Mos I kallzoni gjyshës tem, veç gjyshin e kom pas shmeker. Rishkja stylin, rishkja pozat, rishkja femnat. Vjen viti 1959. Udhton 16 orë për nulqin që të shkoj t'ja lyp dorën gjyshës tem. Gjyshja me atë letërnjoftimin e saj pa veç që bashkë I ka prish punës së sen si ka ndreq, pos që asaj ja ka mbajt krenarin. Martohet me gjyshin, vjen vushtri dhe me njëherë fillon punën si mësuese në shkollën fillore Boris Kidriq. Këtua e fillon atë që la në fshatrat e krajes, veprimtarinë e saj në zhdukjen e analfabetizmit të vajzave të reja. Gjyshim me njëherë përfshihet në këtë aktivitet. Gjyshja nuk ka lëvizur nga arsimi, si mësuese, arsimtare dhe zëvendës drejtoresh e shkollës fillore. Gjyshi herë vete herë kam pozicionuar të tjerët në përvende të ndryshme të punës. Si drejtori I shtëpisë së shëndetit gjatë viteve 1965-66, formon stacionarin e parë me 15 shtretër. Ndërton objektin për qendrën medicinale për nëna dhe fëmijë. Hap 2 ambulanca të stomatologjisë në 2 fshatra të komunës së Vushtrisë. Vetëm 2 vjet më vonë në vitin 1968 gruas së tij, gjyshës sime, jepet vrejtja për parapërjashtim nga puna për aktivitetin e saj politik. E aktiviteti I saj politik përbëj nga puna për zhdukjen e analfabetizmit dhe shkollimin e vajzave të reja, si dhe festoj festën e flamurit me nxënës. Gjyshin e hoqen nga shëndetësia. Ai kthehet kulturës dhe në vitin 1970 themelon shtëpinë e kulturës Hasan Prishtina. Në kohën kur Prishtina si kryeqytet ende nuk ishte galeri të vetën të përhershme, gjyshim hap galerinë e artit në shtëpi të kulturës në Vushtri. E riaktivizon bibliotekën e qytetit. I themelon disa biblioteka të reja në përfshatra dhe themelon bibliotekën dhe kineman Shëtitës. E rithemelon edhe kineman dhe premierat e filmave të Kosova Filmit me njëherë pas Prishtinës mbashi në Vushtri, ku vinin edhe artistët sepse konsiderohej si premierë e dytë. Ishte shtëpia e parë e kulturës në Kosovë që e bën të këtë gjë në atë kohë. E gjyshën tem, edhe në vitin 1971, shteti Jugoslave diferencon politikisht për aktivitetin e saj politik dhe patriotik. Gjyshi në vitin 1972 themelon klubin letrar Hasan Prishtina. Shtëpia e kulturës vlonte nga mbrëmjet letrare, ligjërata të ndryshme, mbrëmjet artistike dhe mbrëmjet e vallëzimit. Dhe puna e tij dikujt ia vrau syrin dhe nga kultura e dërguan në shërbime komunale të Vushtrisë. Vushtria kur nuk ka qenë më e pastur se atë botë. Bleu cisternën e parë të ujit për larje rrugësh. Në afat prej 1 viti arriti që qytetarët e Vushtrisë të kenë ujësjellësi nëpër shtëpitë e veta. Në atë kohë qitin gjysë gjithë pushtetarët për mos larjet borxheve ndaj ndërmarrjes për shërbime publike të qytetit. Në vitin 1974 emërohet drejtor I drejtoratit për arsim, kulturë fizike, shëndetësi dhe komunali. Në udhëheqjen e tij ndërtohen disa shkolla në përfshatra, ndërtohen disa ambulanca, ndërtohet shtëpia e re e shëndetit dhe 2 qerdhe për fëmijë. Në vitin 1979, gjyshja dhe gjyshim themeluan takimet e poetëve të Kosovës. Tetja Naxhe dhe Baca Pare I kanë sjell shpirt zhvillimit edhe artit të kulturës në Vushtri. Ata kanë hapur qendrën e kulturës, kanë themeluar ansamblin e këngëve dhe të vallëve, kanë themeluar teatrin, e kanë bërë qytetin e Vushtrisë qendër të poezisë. Pastaj Tetja Naxhe sidomos ka ndikuar shumë në avancimin e pozitës e gruas në Vushtri. Vushtria e ka fatën që I ka këto 2 legjenda të gjalla. Në një kohë kritike për Kosovën, në fund të vitit 1980, gjyshin tem e emërojnë drejtor të burgut në Mitrovic dhe pas 3 muajsh e emërojnë drejtor të shtëpisë ndëshkuese korrektuese në Smrekonic. Në Smrekonic themelon bibliotekën me 7.000 libra. Në vitin 1984, si burgosur politik, kam qenë në shtëpinë ndëshkimore në Smrekonic. Gjatë kontrollit rutinor, gardianët e burgut kanë marrë disa nga krijimet e mia, gjithsesi prodhimtarinë time 1 mujore ose 2 javore të krijimtarisë letrare poetike. Për mua ka qenë befasi kur 6 vjet më vonë, në vitin 1990, kam marrë vesh nga aktivistja Vahida Ibrishi se poezitë e mia të konfiskuara, si të themi, në burgun e Smrekonicës, janë ruajtur nga drejtori I atëhershëm zoti Fahri Buqinca, I cili pastaj në vitin 1990
mi dha në dorë dhe për mua ishte, si të them, një satisfakcion i jashtëzakonshëm që kishte shpëtuar një pjesë e krijimtarisë ime artistike. Themelon edhe shoqërinë kulturore artistike Qëndresa. Sa ishim transferu në burgun e Smrekovnicës dhe e ndjenim një frymëmarrje të lirshme aty. Dhe një ditë na thret drejtori dhe na informon se në burg kanë themeluar një shoqëri diku nga viti 82-83 me emrin Qëndresa, me 3 seksione. Seksionin e dramës, folklorit dhe të instrumentistëve. Mund bani përshtypje sjellja e atij aq e kulturuar dhe me konsiderat ndaj neve, edhe pse ne ishim të dënuar politikisht. Për këngë nacionaliste, unë isha menaxher i këngëve të shkurtës. Na tha se ju do të zgjidhni pikat muzikore dhe ju do të zgjidhni pikat e recitalit e keni bibliotekën këtu. Ka fundi i vitit 1978, gjyshja ime u emërua zëvendës drejtoresh në shkollën fillore Boris Kidrish. Këtë post e mbajti deri në vitin 1981, kur përjashtohet nga puna për shkak se ngriti zërin për mbrojtjen e demonstratave të studentëve. Prej vitit 1981 deri në vitin 1986 mbeti pa punë, por nuk ndeni duar krysh. Vazhdoi studimet në Fakultetin Filologjik, dega letërsi dhe gjuhë shqipe. Që të dy bashk i gëzoshin çdo njeriu të ri që çante rrugën drejt arsimimit të mesëm dhe të lartë, qoftë vajzë apo djalë. Ishte viti 1987, isha student në Dubrovnik në Fakultetin e Tregtisë Jashtme. Pa pritmas erdhi dekani i fakultetit dhe më thotë, zoti Gërgjaliu, keni vizitë. Dola nga amfiteatri dhe kur e shoh Fari Buqincën me zonin Naxhi që kanë ardhur të vizitojnë. Ishte një ndjenjë e papërshkruar, një emocion i veçantë, nga vetë fakti që shfrytëzova praninë e tyre për të promovuar prind e ri të mi. E bëra këtë fal sharmit të tyre, fal kulturës të tyre, fal do thot komunikimit cili mund të jetë model edhe për shekullin 21. Dhe e tëra kjo më bëri që t'i prezantoj këta të gjithë shokët e mi, tek profesorët dhe të shëtis me ta në për gjithë rrugicat e qytetit të vjetër të Dubrovnikut, me vetëm qëllim që të dihet që në Kosovë ka kulturë, ka civilizim dhe ka edukat që i takon nivelit evropian. Nga ajo ditë ka qenë deri madh për mu, sepse gjithë kanë mendu, po që se arrin sa feti diçka në jetë, nuk qenë ka rasti, pasi pas ka pas prind të tillë që ja kanë dhënë këtë edukat. Në vitin 1986, ata shpërngulen në Prishtinë dhe gjyshja ime fillon punën si arsimtare në shkollën fillore Dardania. Punon deri në vitin 1989, kur e përjashtoi nga puna. Refuzon plan programet mësimore të qeverisë serbe dhe organizon greven 24 orëshe të arsimtarëve shqiptarë në shkollë në mbështetje të minatorëve të Trepçës. Drejtori i shkollës e përjashton nga procesi mësimor, por nuk priti se nxënësit do të qohen dhe të demonstrojnë për të. Në vitin 1989, arsimtarën tonë Naxhie masat e dhunshme të shkollës e larguan nga puna. Ne nxënësit e saj dhe nxënësit e paraleleve tjera organizuan protesta për 3 ditë me radhë që të na e kthenin arsimtarën në punë. Arsimtarja u kthye në punë në shtator të vitit 1990. Gjyshja ime i kthehet procesit mësimor, por shkollat tashmë ishin të ndara. 70% e objektit shkollor u takoi 500 nxënësve serb, ndërsa 30% e objektit mbeti për 2500 nxënës shqiptar. U ndërtua një mur i madh që ndante nxënësit serb prej atyre shqiptar. Ishte koha e 3% për arsim. Propozimi i Naxhit në shkollë ishte që familjet që kishin 2 rroga në shtëpi, njërin ta dedikojnë për arsimtarët që nuk kishin fare të hyra. Të tjerët nuk e pranuan këtë propozim. Naxhi filloi vetë. Ajo ndau rrogën e vet në 2 pjesë. Gjysmën ja jepte mësuese Slemane Haxhiu dhe pjesën tjetër mua. Gjyshja ime vazhdon punën deri në vitin 1991 kur edhe del në pension. Ndërkohë, gjyshi im në shtëpinë ndëshkuese korrektuese në Smrekonicë themelon njësinë ekonomike, veprimtaria kryesore e së cilës ka qenë ndërtimtaria. Gjatë periudhës 1981-1989, kjo njësi ndërtoi 7 shkolla fillore në fshatrat e Vushtrisë, Skënderajt dhe Lipjanit. Shkollat mbylleshin për shqiptarët në qytete, ai ndërtonte ato në fshatra. Gjyshi im doli në pension në vitin 1990. Në vitin 1991, gjyshja ime si gjysma e popullatës atëherë antarësohet në Lidhjen Demokratike të Kosovës dhe bëhet antare e forumit të gruas së LDK-s. Nga viti 1993 deri në vitin 96 udhëheq me forumin e gruas, si zëvendës kryetare për të dhënë dorëheqje në vitin 1997, si nga forumi, po ashtu edhe nga LDK-ja, duke kaluar plotësisht në shoqëri civile dhe duke mos pranuar asnjë ftesë nga partitë që e ftonin.
Në vitin 1993, formon organizatën e vetë jo qeveritare Grupi i Krijuesve dhe Veteranëve të Arsimit, i cili pas vitit 1999 transformohet në Grupin e Veteranëve të Arsimit. Gjyshi tashmë i dalë në pension, i bashkohet Grupit e Krijuesve dhe Veteranëve të Arsimit, si mashkulli i vetëm, antar i barabartë me të gjitha antarët e tjera. Gjatë punës së tyre 20 vjeçare, vetëm në kuadër të Grupit të Veteranëve të Arsimit, prej vitit 93 deri në vitin 2013, arritën të organizojnë më së 120 ekspozita, orë letrare dhe ligjërata për emancipimin e gruas në Kosovë, Ulqin, Preshevë dhe Shkup. Ndërkohë arrin të punojnë shumë me vajza të reja në fshatra, në zhdukjen e analfabetizmit dhe ngritjes së vetdijes për shkollim. Në vitin 1997 Gjorgj Soros vizitoi Kosovën dhe ne duhet t'i tregonim se çfarë po bënim për arsimin shqip. Nuk patëm fare dilemë, ishte mu puna e zonjës Naxhie dhe zotit Farin Teren. Ata kishin angazhim të pashoqë në teren, kontakte kokë me familje, shumë kujdes prindëror dhe profesionalizëm punëtorëve të arsimit, por mbi të gjitha ishte pasioni për t'ia dalë në këtë punë të mrekullueshme që e bënin. Dhe e bëm një broshurë të cilën e mbushim me detaje nga puna e tyre për t'i kthyer vajzat në shkollë. Mbi këtë rast ndërtuam tonë entuziazmin e zotit Soros për të vazhduar me finansimin e shkollimit paralel në Shqip. I morëm në atë vit $1.5 milion. Gjyshit dhe gjyshësimi i bashkohet këto vite edhe veterania tashmë ndjer Fakete Kusari. Ata të tre vazhdojnë punën në teren si Grupi i Veteranëve të Arsimit dhe kthejnë në bankat e shkollës fillore dhe të mesme 918 vajza. Gjimnazin ton hapet dera e drejtorisë së shkollës. Hyjnë 2 zonja, Veteranët e Arsimit, zonja Naxhie Buqinca dhe Fakete Kusari. Ato ishte fundi i tetorit. Kishin ardhur me një listë në dorë, ku kishin të evidencuara 37 vajza të fshatrave, të cilat me një mundim, me një dëshirë të madhe për shkollimin e tyre, kishin arritur të bindin prindërit e tyre që të vazhdojnë shkollimin. Prandaj, bënë një kërkesë që t'i regjistrojmë ato vajza, dhe ne bëm atë punë. Kështu që në mesin atyre vajzave, duhet të veçoj Bukurie Bunjakun, e cila për 2 vite nga gjimnazi u shpall si nxënëse e merituar i gjimnazit. Del dikush dhe për një çast të ndron rrjedhën e jetës, qoftë për të mirë, qoftë për të keq. Një nga ilustrimet më të mira kujtoj të vlerës që ka angazhimi i çiftit Buqinca për shkollimin e vajzave, është filmi dokumentar për protagonisten, për Bukurien, të cilin e pata punuar para lufte. Në kuadrat e para, shihet fytyra e mërzitur e Bukuries tek i përcjell çdo ditë shoqet për në shkollë dhe tek i pret të kthehen nga shkolla. Në fund të dokumentarit, në atë rrugë fshati, Bukuria është në vrap pas shoqeve të saja, kërcen nga gëzimi që t'i bashkohet shoqeve dhe sekvenca mbaron në stop kuadër. Bukuria tashmë me fytyrën e gazlyer, me çantën pezull në ajër, e ka sa mbajnë mend unë, është e rrëmbyeshme në një shteg të ri jetësor, në të cilin shteg jo vetëm i u bashkua shoqeve, por sipas informacioneve që kam, ndoshta edhe u ka kaluar, se Bukuria sot sa di unë është mjeke me profesion. Pasi që përfundova klasën e 8, unë nuk kisha mundësi për me vazhdu matutje shkollimin. Një ditë në borën e shtëpisë time ka ardhur një çift, një burrë e një gru, që tashtë edhe njohën çifti Buqinca, kam bisedu me babën tem dhe kanë lutë që unë me vazhdu shkollën e mesme. Ai thjesht ju ka thonë që nuk kam pare me çu vajzën shkollë matutje. Ajo ditë e kanë rru rrjedhën e jetës tem, përveç që ata janë kujdes për shkollimin tem të mesëm, janë për kujdes të ankohen edhe për shkollimin universitar, kanë siguru bursë, gjithashtu edhe konviktin, ku kam qëndru gjatë viteve studimit. Falë punës tyne, unë tash jam doktoresh, jam mjeke përgjithshme, edhe punoj në qendër të mjekësisë familjare në Mitrovic. Në vitin 2000 themelojnë qendrën për shkollimin e përgjithshëm të femrave në Vushtri, ku trajnuan,
më së 799 vajza në rrobaqepsi, kurse kompjuterësh dhe gjuhë angleze. Në vitin 2001, grupi i veteranëve të arsimit u ndihmon 22 vajzave që të vazhdojnë shkollimin universitar, ndërkohë që 5 prej tyre siguron bursa nga donator vendor. Ata hapin 2 kurse për shkrim lexim në Vushtrri dhe 6 kurse tjera në fshatrat e Vushtrisë. Kurset e shkrim leximit i përfunduan 109 vajza dhe gra të reja. Fillojnë edhe me ligjëratat për kujdesin shëndetësor. Prej vitit 2001 e deri në janar të vitit 2013, ligjëratat për kujdesin shëndetësor i kanë ndjekur 2614 vajza dhe gra. Në vitin 2004, gjyqja zgjedhet kryetare e bordit të rrjetit të grupeve të grave të Kosovës, post të cilin e mban deri në vitin 2007. Zonja Naxhie Buçinca, jo vetëm që ka kontribusi antare e rrjetit grave të Kosovës, po edhe si kryetare e bordit të rrjetit grave të Kosovës, ku për disa vite ajo ka kryesu këtë bord dhe ka natyrisht ka kontribu. Dhe janë 2 gjëra që neve na shkojnë në mend sa herë të mendojmë çiftin Buçinca. Synimi i rrjetit grave të Kosovës është barazia gjinore, e këta janë model i atij synimit tonë. Dhe e dyta, motivimi. Puna e tyre gjithmonë ka motivu antarët e rrjetit grave të Kosovës dhe vazhdon të motivojë. Prej vitit 2005, kur edhe publikojnë hulumtimin e parë lidhur me braktisjen e shkollës nga vajzat për shkaqe ekonomike, gjyshi dhe gjyqja ime nuk kanë heshtur së kërkuari krijimin e fondit për shkollimin e vajzave. Projekti i fundit ku kanë përfituar fëmijët e Kosovës ka qenë vitin e kaluar. Ata të dy së bashku me doktoreshën Zylfie Gjoni Duraku, kryetare në shoqatës Anima në Ulqin, organizuan pushim falas dhe ditor për 100 fëmijë të familjeve të varfëra. Përsëri me anë të donatorëve, kosovar, ulqinak dhe me anë të Kfosit. Ndërkohë gjyqja ime pas që nuk vazhdon së rreshturi takimet me biznesmen kosovar për krijimin e fondit të sigurt për vajzat, ajo nuk merret me asgjë tjetër. Po që mund të them se askush nuk e përgatit peshkun ma mirë se ajo. Dërsa gjyshi si gjyshi. Vazhdon të mos rri rahatësi gjithë jetën e tij. Është kryetar i sindikatës së pensionistëve dhe se voni ka qenë shumë fërka lidhur me pensionet që duhet t'i paguajë shteti serb pensionistëve kosovar. Vazhdon të jetë aktiv edhe në sport. Është kryetar i klubit handbollistik të Prishtinës. E krejt në fund të mos harroj me thonë që pushimet gjithmonë i kanë kaluar vetëm në Ulqin. Dhe ajo çka ata pëlqejnë më shumë është vallëzimi. Si trin kanë vallëzuar për posvalleve shqipe zakonisht rumba, cha-cha-cha, foxtrot dhe rock and roll. Ndërsa tani që kanë filluar hapat e parë të pleqërisë, parapëlqejnë vetëm valsin. Përndryshe, sa për informat, unë me profesion jam aktor dhe nuk jam nipi i çiftit Buçinca. Ledri, nipi i tyre, cilin unë e kam shok të mirë, më ka besu këtë punë sepse kishte frikë se po ta lexonte vetë, nuk do të dilte aq mirë sa ato dëshironte ai. Ledri u jep këtë dokumentar gjyshit dhe gjyshës së vet. Gjithnjë i shtyrë nga një thënie që gjyshi e tij e thot: nuk ka ai që ka, po ka ai që jep. Ky emision u mundësua nga Frigo Deluxe. Tesh nuk po dija me thirë zonja Naxhi, a me thanë nan. Naxhi. Naxhi. Unë me thanë ty Naxhi. Jo. Sepse kur ke thanë Naxhi, ke thanë një njeri. Natë njeri ishtë një nanë e madhe. Zonja Naxhi. Nanës teme mi thonë zonja Naxhi, ku. Po m'bjen pak si e çuditshme me qujtë zonja Naxhi, po me gjitha atë po e vazhdoj me protokoll. Zonja Naxhi, kush ishte Naxhi Alibegu? Kush ishte ai fëmiu që ishte fëmiu i 4 në familje? Me njëherë pas Kabilit, Klimas, Rushdiut, Dilaverit, Pesta. E pesta me radhë. Po, kush ishte Naxhi Alibegu? Ishte një vajzë, nuk di, mos gabimisht u linda. Pse? Sepse një vit ma parë, nana lindi
që u gëzu shumë Rushdion, vllaun. Mu duk si kur ardhja jeme që e pa dishrushme. Me gjithate, gëzimi madh ka qenë i babës. E kam edhe një vajzë. Baba është gëzu, nana nuk ishtë gëzu. Nana nuk ishtë gëzu, sepse Donë të djallë apo qka? Jo, mos po i ndërprejet gjini i një nane, Rushdiut se me zi e priqin Rushdiut mos ka bilit. Se kemi qenë 4 vajza e 2 djemë. Dhe unë atë, le që kom qenë e pavardishme, po kujdesi nanës kur nuk ka mungu. Mirë po, mrena këti kujdesit ka qenë shtes kujdesi i babës. Babat ka veçu prej fëmijëve tjera, apo si ka qenë puna? Ka veçu një farë mënyre ndaj tjerve. Si e ke dallu ti që t'ka veçu? Kur kam fillu me urrit, ka njëherë po ma qonë mallin poji. 3-4 vjeç, unë kam ditë mi thanë jo ose po. Dhe babi ka kujtu që kjo ka diçka të mrendshme në qenjen e saj, që din të thojnë dikuj mund është mi thanë po, dikuj jo. Këte po e lidhi, Atrën e kena pas, dihet kush ka qenë Cafabek Kulqini edhe Hodobek Kulqini. Aja atëherë ka qenë presidenti disa vitve të Ulqinit. Ka ndërtu Ulqinin në dërtet shumë. Dhe Naxhi shkoma bjerë një gotoj. Unë s'ja bi babës teme, pa ta bi ty. Dhe nana, gjyshja. Kape mojke shtriga vogël, shko që ka po flet. Kape ma afra këtu, se e s'kishte fuqim me më kap ma afra. E tash nana rren indiferent, e baba qonë mrapa shpine, edhe më thot ik shpejt. Edhe te poshtë, ke kroni atje poshtë. Do thot babat kam projt edhe kur je përgjegj kur jam përgjegj, sepse të tillë. Ka thënë sikur ka ditë kjo është vetvetja. Sa mendon që të ka ndihmu kjo dashuni e babës edhe kjo dhënie e vetbesimit në jetën? Ka ndihmu shumë, se gjithmonë kam menu çka mendon baba, çka pranon e çka nuk pranon baba. Po ashtu nana ka qenë shumë e ngrohtë. Dhe njëherë pa thanë ma vonë, merë me mend se është mundu të me abortoj. Thot, une pas këm dash ma të mirën, thot, me abortu. Shqyqër që të kam moj vajza jeme, Naxhi. Ti ke linë në Ulqin, po një kohë të jetës e keni kalu në Shkodër edhe në Tiranë. Unë kam linë në Ulqin, ma vonë, pastaj kur kështë transferu Axha, u theqte Shqipërinë gjatë pushtimit italian, me Medi Frashin, Anton Harapin, Gjon Markagjonin, ne u bartëm në Parruc, në Shkodër. Shkodër. Dhe atë fillova shkollën fillore, të parën dhe dytën. Pastaj, kur veç fillun këto ndryshimet ideologjike e ardhja komunizmit plotësisht, dhe Axha thonte, mlidhuni, vjen jahta, lima, me na marrë, me na çu për Amerikë. Për Itali e pastaj për Amerikë. Tha, baba ndërbreu, tha, cafa nuk lehet populli vetëm, nuk guxoj mu larguna. Dhe ashtu në gjau. Nuk u largum. Mirë po u largum për Shqipëri, me gjithate në Shqipëri unë vazhdova shkollën fillore, Murat Toptani, pran ushtrimore së shkollës normale në Tiranë. Aty kam marrë mësimet e para. Bile, qasje në muzikën serioze, aty e kam fitu për mësuses së muzikës, sepse atje mësusja
jepte mësime tjera. Mësusja muzikës e kishte profesion muzikën edhe ai i jepte. Çka të kujtohet prej aty në ditëve? Po thu se qasjen në muzikë serioze aty i ke marrë, hapat e parë. Çka të kujtohet? Aty më kujtohet pastaj se u bante slet i thoshin, një paraqitje e madhe e fëmijëve në stadiumin Dajti në Tiranë. Dhe njeni prej atyre që jepte edukatën fizike, diktoj që kam një par talentit në kërcim. Dhe ai më forcirati në dha forcë që të vazhdojnë edhe në çështjen e baletit. Mirë po, pjesa ma dramatike, ma e papëlqyeshme, e trishtueshme jemi ishte kur babën e burgosën, se ishte në Tiranë me ne i mbyllur, e burgosën dhe e fusin burg në Tiranë. Ai ka qenë fillimi i dramës së familjes sime, sidomos për mu. Dhe sa vjeç ke qenë? Kam qenë në klasën e 3-4 dhe 11 vjeç. Dhe çka bëhet me babën? Çka bëhet me gjyshin te? Ja dorëzun malit zi. Dhe në mal të zi? Në mal të zi, e dënun për vdekje. Sa vjeç ke qenë kur ka vdek gjyshi? Kam qenë në klasën e 5. Nana ka pas drejt me shku me vizitu para ekzekutimit, edhe shkon herën e fundit takohet nana me babën. Me leqa, mi shkollo fmit, mi drejto ka Kosova, atë dheu jonë sot ashtë pejtashet ashtë Kosova. Nana e more atë porosi dhe realizoj, ja ku jam unë, bashkë me 3 motrat e mia, hapëm rrugën e Ulqinit me Kosovë. Të parat dhe arsimimin, Dilaveri, Naxhi, Hinda. Miqtë të nderuar, po e ndërpres pak muhabetin me nënën time dhe po shkojmë ta ndjekim recetën e shefit i cili gatua në kuzhinat perfekte të Frigo Deluxe. Përshëndetje, unë jam shef Duli nga Hotel Merkuri. Sot kemi me pregadit një beef bourguignon, për cilin na duhet fiq, sheqer i kath, Sprite, vaj ulliri, kryp dhe biber sigurisht. Vazhdojmë fillimisht, pasi kemi vendos tiganin, do thot me vendosjen e vajit. Marinoj me tritën e trash. Gjithsesi edhe me biberin. Nga të gjitha anët e fërgojmë. Afërsisht nga 2-3 minuta. Për ne gjithë që punojmë kuzhinë, na ka lehtësu punën edhe Frigo Deluxe, me pajisjet e cilit punojmë ma shpejt edhe ma lehtë. Kur po flas për pajisjet e Frigo Deluxe-it, flas shumë lirshëm për faktin se njëjtat pajisje kemi edhe ne në Hotel Merkur. Tani mishin veç e kemi në përfundim. Vazhdojmë hidhjen e fiqit. Edhe sheqerin e kath për karamelizim. Dhe pas një përgjithësie të shkurt, vazhdojmë edhe me Sprite. Tani mishin veç e kemi gati dhe mundëm me vazhdu me servim.
shkuaj me pak dekor. Pjata është gati dhe këta e shërbejmë edhe në Hotel Merkur. Jeni të mirë se ardhur. Ti kthehemi pak shkollës në Tiranë dhe mësueses së muzikës. Për shkak se unë jam rrit me disa këngë që mi ke këndu si fëmijë. Kam rrit me atë. Po, pastaj unë jam ty e rrit mesën teme me ato këngë, pavarësisht që mesa jeme tani dëgjon edhe këngë tjera në internet, por janë disa këngë që unë do të doja ti ndëgjojnë miqtë tanë që po na ndjekin këto momente. Është një këngë e Shubertit me fjalë shqip, me vargje shqip. Shuberti ka qenë një prej prodhuesve më të mëdhenj të solo këngë. 130 këngë ka pas solo këngë. Një në prej tyre ka qenë. Kjo kënga që ma ke këndu mu? Po, ajo ishte Ternata. Ternata, ta këndojmë bashkë? Ternata shmbulumun, të gjithë me fjetë kanë ra, një pylla tjetë ndaj lumit, një djalë porrin të qa, kurse me përshkrim përnera, gjithvitu ju përdri, larg shpis në Boranaku, rind djali tu ju dri, rind djali tu ju dri. Me paç t'jerdin grati, se sa është zbe e mek, 3 muj ma parjati, niti nës kam pat vdek, prandaj ju dësh me dalun, në mërgim larg shpisë vet, një shtrat se ku me fjetur, as kundi mjeri rizgjet, as kundi mjeri rizgjet. E kam majt mend këngë. E une e kam majt mend 80 vjetë për para, ta themi edhe këtë. Se kam qenë në shkollën Muraf Toftani në Tiranë. Ta themi edhe këtë, miq të nderuar, se nëna ime para një muaj i mbushin 90 vjetë të plota dhe me shëndet është mirë dhe ja si po e shihni është e gatshme që të përgjigjet në pyetjet e mia. E po ashtu edhe të luaj me lojën 5 në kajmak dhe me SMS-in pa zarar. A mund të ndërhyj? Po? Si unë jam të e majtësh këtë shëndet? Si e të e majtë? Për çdo mëngjes 30 minuta nyjet. Pastaj 10-15 minuta bicikletën dhe nuk rri shumë. Megjithë që nuk dal shumë, mirë po lëvizi shumë, kur i baj të gjitha këto ushtrime qohem ma lehtë, kështu që s'kam nevojë kush me më shërby, me më vesh me këne, dhe me thanë me këto vjetë që i kam, po mundohem vetë me ndimu, po edhe rrethin ku po jetoj, me pas ma lehtë me mu. Shumë bukur. Mi pas në gja pak nanës, kisha pas punë pak pa mirë, po unë kam qilu dhe me. Okej. Nuk e dija të pyta më herët, kë e ke dashur më shumë, nanën apo babën? Ato dy gjana nuk mund të krahasohen. Okej. Se nana është krijesë hyjnore. Okej. Baba është ajo që man këtë krijesë. Prandaj më shtet si më i madh
për të gjitha veprimet e nanës time ka qenë ai. Shkojmë pak te shkolla e mesme, te mosha jote e rinis. Je 16 vjeç, nuk e pranon letërnjoftimin ashtu si ta kanë shkruar. Doje që të mos ta shkruajnë Alibegović, po Alibegu, dhe të mos qëndrojnë në letërnjoftimin tënd se je malazeze, por shqiptare. 5 orë të kanë mbajt në Ministrinë e Punëve të Brendshme. 10. 10 orë më kanë majt. 10 orë të kanë majt. Kanë folë me Podgoricën. E mirë, po në fund e more letërnjoftimin Alibegu. Alibegu. Shqiptare. Po. Pasoja kanë pasë pse këte kanë ba. Dhe të gjithë fitojnë vendin e punës kur maturova, maturën, e fitojnë 0. Unë e vetë një femën transferojnë kraj 7 orë prej Ulqinit. Në kam 7 orë shkohet prej Ulqinit në... Ata menun që më denu. Kanë denu. Më kanë dhuru me fjalë tjera. Buzli qenit Shkodrës. 3 familje më duhet me përmendën që më kanë bërë. Edhe kanë thënë në ka ardhë vajza Hodobedikut me na mësu. Ahmed Duli, Amersela dhe Tezja Zenepe. 3 familje kam një vetin si kur jam 100 familjet time. Ke jetu në kraj dhe i ke mësu familjet e krajës për 5 vjetë. 5 vjetë. Ajo gjithmonë e ke thanë, edhe kur kemi bisedu kështu, e ke thanë që ka qenë njëra prej periudhave më të bukrat jetës tënde. Për shkak se ke ndejt me fshatarët, aty kanë fillu fillet e tuja të emancipimit të vajzave të reja. Asë një vajzë ka pasë në shkollë fillore në Ostros. Qendër ka qenë Ostrosi. Asë një vajzë. Dhe tash kishin një program të shëndetësisë, si duhet një varë me qenë kështu ashtu, e lejojshin atë, unë i thirsha vajzat, unë i mësojsha, edhe i trajnosha se si duhet ata me fillu me u shkollu. Edhe aty kam dhanë mësimet e para fakultative me fjalë tjera, gra mësimeve shëndetësore, se ishte program shëndetësor, e kam shfrytzu edhe për arsimim. Baras me të dhe krejt familjartë ma kanë afru dhomën, më kanë prit, pile petlat që ti i pëlqen shumë, atë i kam mësu në kraj, i kam mësu se si, pse janë petlat ashtë kanshme edhe ashtë të shishme në kraj. Edhe mund të them që edhe sot e kësaj dite i bën, edhe ndonjëherë qohet ndonjë të shtunë apo të diel, edhe thot unë e du mi ba petlat sot, për shkak se di që t'ka marrë malli, edhe shpesh mi bën. Gjama mirë që ka qenë kraj, 3 gjanat mira i ka pas. Duhanin, pelinin edhe mjaltën. Une mlidhsha me fshatarët e mija atje, bajsha palë duhanin edhe e përshkojshim për mu tërë. Dhe me tharë mersha pjesë me ta njësoj. Edhe pse kisha profesionin tem, edhe pse isha mësuse, unë dojsha me ba punën, se qka po banë edhe fshatari se ata janë që mu më projtën ta në kohën. Pas taj lidhesh me babën tem, me Fari Buçincën. 59-ën ke ardhë në Vushtri, me jetu në Vushtri. Cila ka qenë sfida me cilën je ballafaqur? Po, ka marrë një rreth, jo shumë e njohtun me rreth dhe me... Duhet të them edhe këte, Beqir Kastrati kemi pas drejtor normale. Edhe më thot një ditë, Naxhi, mbyllu pak, thot se ti nuk di ku ke ardhë. Mos u marrë aq liberale, mos u bënë kështu. Edhe sfida e parë ka qenë ajo, që unë kam qenë shumë e hapun, mirë po, për mu ka qenë sfidë, po ka qenë forcë, se unë kam ardhë me kriju një familje. Kur më rrita,
Krijova familjen, u bana nanë. Bana 2 krijesat shkëlqyshme. Për ati momentet, kur jam ba nanë, unë kam fillu me jetu. Mirë, ti tregove për çastet e tuja të mira, por a ke pas ndonjë sfidë? A të ka pranu komuniteti me njëherë kur ke ardhë në Vushtri? Jo. Si i ndje? Çka të kanë thënë? Nuk më ka ba për shtypje, unë e kam ditë kush jam. Mirë, çka kanë thënë për ty? Tha pariu e ka pru një grup prej aksionit. Me çka krenohesh mas shumë ti njetë? Krenohem me familjen që kam. Krenohem për atë që kam ba mas para për familjen time, me nipa, me mesa, me krejt, po krenohem shumë që ma i kam gjithë të vjetës më mund ala me ba për kombin tëm, për atë që jam shqiptare. Kur nuk kam mungu guximi ke unë edhe vullneti për me dhanë më të mirën për popullin tim. Si në arsim, po edhe në të gjitha pjesë të jetës që përjeton një popull mrena një Ballkanit të trazum gjithmonë. Mirë, atë ka met diçka peng që nuk e ke ba? Ke pas dëshirë me e ba, por nuk e ke ba? Ka met peng njëherë, se rumin e kam dash shumë. Po. Ishtë themelus. I sufizmit, po. Po. Ai ka qenë një filozof, as Kajami nuk mundet me afru si poet, pse nuk kam shku te vorri i rumit kam qenë, po pse nuk kam shku në festivalin e mevlanëve të rumit në Konja. Po ashtu, kam dash ma tepër me shëtit, kur kemi qenë, po s'kemi pas mundësime, kur kemi qenë të rinj. Kam dash me shëtit ma tepër, me pa botën ma tepër, njëherë ma para e bëfër, pastaj edhe ma tutje. Bile, ish një Morina që e ashtu, po atë... Morina's World. Po atë, kisha pas qef tokat që veç i kam ledzu, e kisha pas qef me i pa dhe me i përjetu. Cili ish kujtimi ma i bukur që e ke prej feministeme? Ke qenë në klasën e para, dytën nuk e di, parën. Me Beraz, di si e ka pas mësusjen e. Edhe ti si vajza jeme pariut e ke mësusja në klasën e parë, ka dash me të bu në vendin e parë. Një nxënëse në klasën e parë, ka ardhë, ajo ma e zes, e qiti në larkë, edhe e la vete. Atje. Ti u qove për i vendet edhe shkove dhe nejte me të. Nuk du me nej me këtë. Edhe qka ishte ma tjetër, hajshe një mollë, të ma tha mësusja, se s'kam qemë atë. Ishe një mollë, kafshojshe mollën, edhe ja jepshe, nuk e di se ka pas emnin ajo vajza. Fatimja. Fatimja kafshonte. Unë kam qenë 10 vjeç, ajo ka qenë 17. Ka përsërit klast. Po, edhe tanë kohën, atë mollë e keni da bashkë. Pse të ka ba për shtypje kjo? Ka pa për shtypje se ti ke fillu mu ba, ja ke fillu me ba, për edukimi jem nuk shkon bosh. Se dohet me kollajesh me dash një që është në maj atje, po shiko se qka është poshtë. Ke fillu me marë po ato viti, cilësi fisnike të një familje. Qka është diçka që ke dash gjithmonë me ma thanë s'ma ke thanë? Gjithmonë kam dash me thanë më zuban horre. Edhe pse s'ma ke thanë? Pse nuk ta kam thanë. Nana ishte njëherë në vizit, edhe
edhe ti si zakonisht si je eksplozive, e gjallë, ekspresive, i tha mujnan, e mu më pengon të ajo, mi tha mujnan, ku i ka gjakja? Pa ku i ka pas me gjak? Ty! E ty thët ka gjak! Horre ti, horre kja! Okay. Pyetja e fundit e kësaj interviste është çka do doje praktikisht që një gjë jotja që lidhet me ty të mbetet me mu tanë jetën time. Një vetije jotja apo një mendim joti, çka do doje? Që njeriu do të me qenë unë kja që jam, kam qef të vazhdojsh ti ajo që je. Po të kesh mostër nanën tame. Shumë bukur. Unë edhe të kam mostër gjithmonë, prandaj jam horrë si ti. Prandaj edhe zakonisht më thojnë vajza e babës, por unë e di që të gjasoj ty shumë, me shumë gjana, për shkak se e shoh veten, shpesh të shoh ty e shoh veten në ty. Kështu që jemi shumë të ngjashme në shumë aspekte, për vetëm vinë jetësore kemi pas pak ma ndryshe. Ti e ke pas ma të randë, unë e kam pas shumë ma të letë, fal teje dhe fal babës. Unë botërisht po të falenderojmë për të gjitha që mi ke dhanë, për dashonin, për nervozat, për mundësit, për mu shkollu, për me ardhë, për me qenë kjo, për tolerancën, për durimin që e ke pas me mu, për këshillat, për të qarat bashk, besa dhe për gëzimet bashk, për të gjitha të falenderoj publikisht edhe botnisht, edhe po të them publikisht edhe botnisht që du shumë. E unë tash mund me thanë se jam tanë konë krenare që të kam. Vajsë. U liptu më shumë brenon e bi. Mirë, po miq të nderuar, nuk rastis çdo herë që ta kesh prindin tënd në intervistë dhe nuk e kisha fare lehtë ta intervistoja nënën time dhe kështu që shumë ma lehtë e kam tani te SMS-i pazarar edhe te 5 pyetjet të cilat i ka përgatitur Bena Apolloni. Në këto momente unë do të doja ta kisha këtu Milotin, për shkak se Miloti duhet të vi dhe t'i dërgoj ca SMS-a prej telefonit të nanës, për shkak se nuk din me bë copy and paste. Megjithatë i ka 90 vjet, mirë që din me komuniku në Viber, në Facebook dhe në këto rrjetet sociale, por megjithatë ta ndjekim tani në këto çaste recetën tradicionale të Olës. Përshëndetje shikues të nderuar. Sot do t'ju prezantoj një recept, një tavë, e cila bëhet zakonisht në për tava të vogla, por e ka këtë recept, por zakonisht shërbehet në tava të vogla. Dhe më thonë, nuk përgatitet me një tavë të madhe, pastaj këtë antarët e familjes me nda, por thjesht nëse keni kështu tava të vogla, atëre përgatitni për persona. Dhe ajo, po filloj me letrën bora, për arsye se patone nuk e di që a kësha bon këtë kuzhinë. Një letër jashtë zakonisht e mirë dhe kvalitet. Atëherë, filloj me përgatitjen. Për këto ju nevojitet djath bardh, disa copa kaçkaval, pastaj ju nevojitet ullin, speca të gjelbërt, speca të kuq dhe domate ose domatina. Erza, çfarët që të dëshironi, dhe ajo shkon kështu. E merrni një copë djath, kështu sa është për një person, dhe veni këtu në pjatë. Pastaj e merrni kaçkavallën, e veni kështu në tavë, po ashtu. Pastaj ja veni ulli, gjelbër të sebzi, çfarë ti doni. Unë prandaj bona të dy lloje. Pastaj i shtoni specat të gjelbër.
specat e kuq. Dhe atëherë i veni edhe patligjanat. Patligjanat i ktheni kështu në këtë pjesën e kundërt, për mos me u met pa pjek. Dhe kështu kjo u bo gatshme. Kësaj tani, ja shtoni pak krep. Ju më tashma pedini që ne e kemi krypen e uronit dhe taurës. Prandaj jemi shumë të kënaqur, sidomos kjo që është ky paketim jashtëzakonisht i mirë dhe i përshtatshëm për me përdor. Tani veni krep, pak piper të zi, pak origan, dhe në fund vajin e ullirit. Dhe tava për një person është e gatshme. Pe fusim në furrë të nxehtë dhe pjekom diku për 15 deri 20 minuta. Dhe derisa të presk, derisa të bëhet tava e të rregulloj pak kësaj dhe pipini ujë të filtruar të kamerot. Që konsideruar, besoj që tava është gati, u bon 25 minuta. Shumë po duket bukur. Jon të gjitha ngjyrat e perrimeve, tash paramendoni atje mbrana se tash kjo është e nxehtë, qysh u shkri kaçkavalle, qysh u shkri domate, specat këtë dhe e japin një tansi të shishme jashtëzakonisht kësaj stave të vogël. Një pogaçe të vogël, e bane ose bleni pitalka dhe keni një drek jashtëzakonisht të mirë dhe të shëndetshëm. Sa për qyshu kureshtje, atër po ju tregoj. Ja shikoni sa bukur o shkri kaçkavalle këtu poshtë, djathi ka ozbuto bojë mirë dhe është një kombinim perfekt. Që kush të nderuar me këtë tavë, tash po na vinë edhe ditët nxehta verore, unë ju përshëndes duke i ruar gjithë të mira. I qes syzat, edhe ti syzat i ketë optikës Simoni. Te Laura i ke marrë edhe ti syzat. Te janë miu, te Laura i ka marrë. Të mijat janë etnia. Okej, shiko çfarë mesazhi i ke qu shoqeve tuja. Ja ke qu Sebit, Gjokseres, Hadikës, Iqbal Rexhës, edhe Sevdës. Moj, a të shkon edhe ty në nerva vajza jote si mu kjo e jemja. Ta në kohën me kryn telefonën në kompjuter, nuk e di a din me ba muhabet ma. Më thuj, a është normale kjo gja? Ta shofim desh apo të përgjigjen shoqet e tuja në këtë mesazh. Milota, kemi gjatre? Vetëm po shkrujnë e përfshin, po shkrujnë përfshin. Nuk po din që ka me u përgjigj. Muhabetin po e ëmbëlsojmë tani pak me një ëmbëlsirë të ëmbëlsirës të Rudit. Përshëndetje miq të dashur, çka kemi me bo sot këtë diel, çka kemi me bo se çdo diele po bojmë diçka ndryshe. Sot ko me bo një krem të vanilës, apo ndryshe quhet edhe krem halebi, mirë po në metodën e Rudit gjithmonë. Kemi qumshtin dhe panën, në sasi të njëjtë, i vendosim për vlim. Në këtë enën këtu, kam vendos një sheste, sheqer dhe sheqer vanile. Nëse keni
ndo një ekstrakt të vanilës tjetër, mundën edhe ato me përdorë, ose vanila beans, ose vanilë pure, kështu që cëllën do të keni që më e mirë del. Komi me vendosë në gota dhe dekor sipër komi vendosë drelzat e preferuara të Rudit. Kështu që nëse më pyesin se cili frut është i preferuar i gjithmonë drelza e para, pastaj frutat e malit dhe tani vijnë tjerat me radhë. Derisa të na vloj krema, ne mundemi me vendosë edhe tani një shestë me sheqer vanile. Mirë po, derisa të troshet masa, dora na pihet, se do të më përzi vazhdimisht. Kështu që ne i lojmë që qumëti dhe pana të marrim valën e parë dhe pastaj ja shtojmë edhe sasin e pregatitur. Kom hangër se shumë dzeza më kanë mitë, ndam s'kom qare pashkute me dikadente. Mi regullu pak dhëmbët, kështu që edhe ju nëse keni probleme me dhëmë, mos e lani me dikadentin e keni, e dini. Kështu që jemi ofër vlimit të panës me qumsht. Ti fshim këto spërkatjet që i bëju në çdo emision, pasi është specialiteti imi me spërkat gjithandina. Ja shtojmë sasin. Gjithmonë në fund, sasia e sheqerit mundet me na mbet në emë, kështu që duhet me pas kujdes që me marr sasin komplet. Për gramazhën e sakt, e keni në Maj Gjos me gjeri në kanalin tonë të YouTube-it. Mundeni me provu dhe me e pregadit në shtëpi. Krema është trosh. Përzim vazhdimisht. Trak. E i marim gotat. Mbushim kadaldole. Unë i mora vesh 3 gota, edhe pse bona një sasi shumë të vogël të kremës. Që edhe metodat që bojmë shpe, që kjo është metoda ma e letë. Dhe fundit. Çka kemi mi vendos, mundeni me pregadit reçel të frutave, mundeni me pregadit kadajef, mundeni me bo fruta tjera që ka ju pëlqen, une po du me i vendos dreza. Drezat i kemi pastru ma herët, shto që është me edit ta ka shumë që ka me i vendos. E pasi shumë e bukur edhe si lule. Tërërërën, dhe jam ishte dashur një recetë. Shumë e bukur për sy, shumë e letë në pregaditje edhe për shijes po flasim. Është fantastike, është freskuse. Besoni që kushdo që e ka provu këtë recetë, nuk e lem pa e bodhe në shtëpi. Deri të diellën e ardhshme, mi mbeshi! Në liqe të qetë, lundërtar shkon, vajzën e thërret, por ajo s'ndalon. Vajzën e thërret, por ajo s'ndalon. Ndalu ndal moj vajz, lule trandafil, mos me polo djal, se kam një shok bandil. Mos me polo djal, se kam një shok bandil. Derisa që presim ne me u përgjigj shoqet e tuja, ne po fillojmë me 5 pyetje në kajmak. Erdh një mesazh. Iqbal Reza ka qesh edhe ka thonë na gjem zemër. Na gjim zemër, Iqbalis t'u ka përgjigj, veç t'ka thonë na gjim, edhe t'ka qu zemër.
Gjokseria ka shkru. Njësoj është edhe imja, një bised nuk bën, normale nuk është, as pak, por edhe në që jemi në mosh, as kush faj nuk na ka. Jetën e tyre e kanë në du, e ne duhet të heshtim dhe kështu ta vazhdojmë jetën, të dua Naxhi. Kush? Gjokseria. Gjoki. Zemra jeme. Edhe sa do ati Sebi është duke shkru, ta presim që po thot. Ta presim tesh edhe Sebin që ka po thot. Hadika ka lexu s'pe thënë. Nuk e din çka me thon. Si? Hadika e ka lexu, po nuk po din çka me thon. Se edhe ajo ka vajzë. Sevda, në Facebook, a kemi gjë? Hala se ka lexu. Hala se ka lexu, okej. Unë e kthejna në momentin që ka diçka të re. Po. Na Gjushkë. A po fillojmë me 5 pyetje në kajmak. Tamam. Këto janë 5 pyetje që i ka ba Beni. Fillo, merre nga një prej çdo kavanozit. Merre pyetjen e parë. Kush të nervozon dhe kush të gëzon kohëve të fundit? Kush të nervozon dhe kush të gëzon kohëve të fundit? Po, kjo situatë më nervozon shumë dhe thëmë... Cila situatë? Si është e mundun, ku në gjanë diçka keqe në Kosovë, e heshtin intelektualt, heshtin ata që din. Heshtja për mu është njësej krim, si që po banë, aj që ka po banë. Okej, mirë. Kush të gëzon? Fitoret, ku shkojnë favor të Kosovës. Okej, shumë bukur. Mere një pyetje tjetër. Kodoshi, kemi dëgjuar se e ke në gjysmë librin e Haruki Murakami. Pse? 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 Çka kemi dëgjuar se e ke lanë në gjysmë librin e Haruki Murakamit. Fillimi disi ka shku, mas ati fillimit, fillej teksti porno. Edhe? Nuk të lexonte. Ishte pa besueshme. E ka marrë, Murakamin e ka marrë me njoft mentalitetin japones. Po se ka marrë, se që ka banë bota, anë e kënej, si ma shkull femën, budallë i keq. Edhe kam gjujt. E qka, momentalisht, cili autor të pëlqen? I huj. S'po të pës për autor të shqiptar. Milan Kundera. Okej. Pse Milan Kundera bash? Kundera përshkruan krejt peripecit e ramjes një sistemi që ka qenë shumë demokratik, shumë klasa e madhe ka qenë pushtet, ka ra me komunizëm, kam përjetu në përmes të Milan Kunderës. Dhe vëltavën që e ka shkru Begjit Smetana, përkon me tekstin që e ka shkru Milan Kundera. I pa përsëritshëm është Milan Kundera. Edhe atë e falenderoj shumë Benin që ma ka sjell. Librin. Hajde pyetjen e tretë nga Beni. Falenderoj e Benin edhe për pyetjet. Ma bastard s'ka. Si vaj sulqinit e nu se vështrije. Ama shumë je loth duke edukuar nxënësit e duke qitë qaj. Apo duke qitë qaj? Duke qitë qaj. Kur nuk jam loth, kur kam eduku nxënësit. Po e ty qitë qaj, a je loth? Qaj e ka ardhë për mu një freskim. A, një freskim, okej. Unë e di që unë e s'qas qaj, kur? Ma keni gërdit ju? Qaj.
Okej, hajde, shkojmë Shpeja, në kalzoj pyetjen e Benit. katërt. Ke çka mi thonë Benit? A është vërtet se vajzat ulqenake i marrosin mendjen me shkojnë, për shembull, se s'kishte bë ajo ulqinakja me Cervantesin. Ulqinakët, thëm, janë gratë buta. Buta. Shumë të megjushme, shumë të vyme dhe dojnë fëmijët shumë. Familjen e dojnë shumë. Çdo gjë flijojnë për fëmijë dhe familje. Edhe burrat janë shumë të kënaqur me gratë ulqinake. A thu, babaja ta ka qenë i kënaqur se jam ulqinake? Nuk e di, po e di që t'ka dasht shumë. Haber s'kam. Por e di që t'ka dasht shumë. Urdhra edhe pyetjen e fundit. Po si më rëdahet uladi prej uladit? Se që ka shkru? Shko, na kanë thanë që ti e do Gencin ma shumë, por na thuj, a do Gencin apo Xherin? Se di përgjigjen, po hajtë për publik. A ka gja që e vlat, këna i herë thë, papa, se ti e do në Gencin. Po i thash, a i mbani nanë. Ty të kam dash se ti dole vajs. Dhe me thanë dashunia njësoj, mundet me qenë. Aq sa jam gëzu për Gencin që më ka banan, aq jam gëzu që unë e qita vajzën. A munden mu da këto dy gjana? Sa kam qenë e knaqën që jam banan, aq e knaqën që jam banan e një vajzë. E një vajzë kaq nuk më lënë as mi livdu. Ish horrë shumë. Për ndryshe është gjë e ditur në familjen tonë që nana e don Gencin, po jena pajtu se mu ka dash shumë baba jem. Edhe unë e kam dash shumë babën tem, kjo ka qenë plan dytë të une. Kështu që në regull jemi në regull. Për ndryshe, kur nana nuk është në plan të dytë, por vetëm bjen ndonjëherë në hije të babës për shkak se njashtu ka pasra edhe nana e saj në hije të babës saj. Se kemi qenë horre të dyjat edhe të dyjat kemi qenë të lidhuna me babalarët, se babalarët na e kanë kuptu ma mirë natyren. A kemi dhe ndonjë SMS? Po, të një. E kemi prej Sebit. Po? Edhe ajo përgjigj kështu, jo as pak, por falemderojmë që vinë me na vizitu, e pajtohem edhe pse rinë në telefon, ec me kohën, ka thonë. Ta ka ba Sebi, ec me kohën. Adika ka lexu se ka su përgjigj, edhe Sevda nuk e ka lexu hala. Sevda nuk e ka lexu hala, Sevda është në punë, sigurisht që është në zanon, ndërsa në këto momente, Naxhi, duhesh me na shkru diçka për emisionin tonë, se jemi të kriju tregimin e emisionit tonë. Kështu që na e shkruaj një fjali të bukur. Qa mendon për emisionin tonë, je shikuese e rregullt, çka si u ndjeve, çka kishe përmirësu, çka kishe ba, çka dush shkruaj për emisionin tonë, në fund të 2025-ës do të mblidhen të gjitha fjalit dhe do të bëhet si një lloj tregimi, pavarësisht që nuk po del si tregim. Dhe ta shohim se duart e shkafta të Deas çka do të na sjellin sot. Dashur shikues, përshëndetje. Po shpresoj se edhe ju këtë ditë jeni në disponim, për shkak se unë jam sot shumë disponim. Një prej arsyeve është se sot e pas kemi ditën e dritrave këtu në studio. Na pas kanë ardhur disa mysafir të rinj e që janë mysafirët e mi të preferuar sa i përket tryezës apo ushqimit e janë dritrat. Unë gjithmonë ju kam treguar
që drithrat janë të domosdoshme për ushqim për gjithë familjen e sidomos për fëmijët. Kjo nga se përmbajnë vitamin B, përmbajnë fibra, edhe përmbajnë të gjitha nutrientët të cilat i ndihmojnë sidomos zhvillimit të trurit të fëmijëve. Kështu që nëse i keni fëmijët shumë të meqëm, si krejt shqiptar që i kemi fëmijët shumë të meqëm, dijeni që i keni dhënë mjaftueshëm drithra me hëngër. E për cila drithra unë po flas sot? Unë sot po flas për orizin integral, për orizin e thjesht që i themi, orizin e bardhë ose të rafinuar, si dhe bulgurin. Sot nga ka ardhur prej Dukato di Mantova e unë sapo e mora vesh, sepse po ta dija ma herët do ta zija një bulgur edhe do ta bëja një sallat me bulgur, cilën e bëj fantastike për ndryshe, po që në studio nuk e kam bërë asnjëherë. E ta dini se herën tjetër do të bëjmë bulgur. Por kësaj radhe, gjithashtu do të mbesim të drithrat, për atë thash që sot që ka dita e drithrave, për shkak se do ta bëjmë një mëngjes të ëmbël, të shishëm edhe të shëndetshëm me drithra dhe me dredhza. Është koha e dredhzave të dashur miq, edhe ne do ta bëjmë si një lloj parfeje. Së pari do të hedhim pak kos edhe pak jogurt te dredhzat. E që të mos bëhet shumë e thartë, do të shtojmë edhe mjaltin. I blujmë me blender. Dredhzat u blun, atëherë do ta hedhim një shtresë drithra. Kam edhe granola me dredhës dhe me çokoladë të bardhë. Tash nuk bën me prezantu gjithë këtë marifet pa e pastru pak tryezën me salvetat bora, cilat e kanë vendin në çdo kuzhinë. Unë personalisht nuk mundem pa to, edhe pak po e dekoroj me mjalt. Atëherë, të dashur shikues, sonja me fiksume me këto salveta, nuk mundem pa e pastru secilën pjesë me to, bora shoqër që ju kemi. Të dashur miq, të dashur shikues, të dashur prindër, fëmijë, gjyshër, teze, halla, daj, krejt që po na shikoni. Kjo është, ndoshta nuk jam mbush syrin si mëngjes, dikujt po si snack gjithçysh po, sidomos vajzave të mia, të cilat gjithmonë kërkojnë diçka ëmbël, ndonjë opsion të ëmbël, edhe pse me ju ble kosin me fruta, tu që se me ju përgatit vetë, me drithra, me gjitha gjana që ja përgatisim vetë. Me këtë desert, thyje për mëngjes, të shishëm dhe të shëndetshëm, unë po ju dëshiroj një të diel shumë të bukur. Ky emision u mundsua nga Frigo Deluxe. Emisioni në majët të gjuhës është me i shiqurje sidomos nga Faktori Grua. Jep shumë këshilla në gatim, vlerat që kanë produkte këtu ushqimore, paraqet personalitetet të njohura në hapësirën tonë. Shumë bukur, të faleminderit shumë. Kjo tani do të futet në mesin e aty në fjalive që i kemi nga të gjithë mysafirët, ma jep lapsin. Të lapsa... Ai është lapsi jatë. Po më vjen keq, lapsat e mi thallës po shkruajnë. Edhe në fund, si zakonisht, ne kemi edhe dhuratën për mysafirin ton. Mi thonë
maje në zyre, s'ka zyre, po maje në dhomë. Naxhi Alibegu Buçinca, lexoje me zat nalt. Ju kemi në maje të gjuha, si ju jeni shembull për të mirë. Se ti gjithmonë ke qenë shembull për të mirë, Naxhi Alibegu Buçinca, si gru, si punëtore e arsimit, si aktiviste, si nan, si shoqe, të kam pas shembull fantastik se kujt do të doja unë t'i ngjas. Të falemderit shumë që ke pranu, se që një vjet jom t'ju e lut e s'doj ke me ardhë në emision të une. Mirë po, më në fund pranoj dhe të falemderit shumë për kohën që na ke dhanë, të falemderit shumë që na ke leju me ta marrë atë kohën e leximit që e ke, edhe me qenë pjesë e emisionit tim. Të falemderit për këtë kujtim fantastik që na e ke dhanë. Falemnderë, kjo ishte një dhuratë e çmueshme për mua. Vjen për i dorës në vajzës teme, po krijuese e këtij emision të shkëlqyeshëm. Prandaj ju them, vazhdoni me këtë dhe jeni ala të paraqit gjana dhe ma të reja që se cila gru sot pushoni thot se filloj në maja gjuhës. Falemderit shumë edhe një herë, ndërsa miq të nderuar, kjo ishte e tëra që kishim ne sot për ju. Shpalosa disa kujtime me nënën time, shpalosëm disa gjëra që kjo i kishte në vete, na i tha disa gjëra të bukura nga fëmiria, na i tha edhe nga rinia, na i tha edhe disa gjëra që nuk i kishte thënë ndonjëherë. Dhe në fund unë do ta ftoja që ta përfundojmë këtë emision me edhe një këngë që e ka nga fëmiria e saj e kaluar në Tiranë. Çfarë po këndojmë tash për fund? Ishte një ditë shumë e bukur, po i kishte ranë gjume. Vjen babi me bicikletë, hajde po i të shkojmë në det. Ishte një natë shumë e bukur, po i kishte ranë gjume. Vjen babi me bicikletë, hajde po i të shkojmë në det. La cucaracha, vieni qua. La cucaracha, vieni qua.